Dorin, kishte pak, do më thonë, sala e vogël dhe disa misafirë dulen pak nga kritikun, mirë po tash mendojmë që sala pak më e madhe dhe sot kanë mbet më shumë të kënaqur nga. Zydyna Sufi, pedagog në pension, kishte ardhur enkas nga Veleshta për të qenë pjesë e kësaj mbrëmje festive. Unë jam Zydyna Sufi nga Veleshta e Strugës. Përndryshe po vi për herë të dytë. Një herë kam qenë para privimit të Kosovës si krajin, edhe që tash po e përjetoj ato më të mirën sonde. Sa ju ka pëlqyer programi festiv sonde? Programi na ka pëlqyer shumë, ka qenë i organizuar në mënyrë solide, edhe populli e ka përcjellur me ovacione. Se bashkëdhetarët tanë bëjnë përpjekje për të integruar në shoqërinë austriake, por edhe për të ruajtur traditat kombëtare të fëmijët e tyre, tregon shembulli i këtij voglushi 5 vjeçar i cili mahniti të pranishmit me talentin e tij. Edhe voglushja Bora Kada nga Veleshta surprizoi të pranishmit me talentin e saj për këndim. Pjesë e programit festiv ishin edhe këngëtarët Ekrem Imeri, Nikol Gjini, Violeta Kajtazi, Lirim Skenderi, Lorena Kajmi e të tjerë. Jam ushtar, luftën shkirimtare, rrugajin, o e kam pohonavën, jam shqiptar, në të rojet shqiptare, e bakano, o e dërin gjatu, na akra, edhe ohtu ka gjini, ishte nal, ta orë shënjë piskane, nëse vjen komandant gëzimi, në Kosovën të besim të tane. Oj Kosovo djep lirie, qdo pun shpije një bajrak, u që këjan pas ka hije, për dhe poder dhe qan, po luftojnë djem të Kosovës, prej Drenicën ma Qakovës, po luftojnë djem të Kosovës, prej Deçanin shan Bajgorës, për dhe nuk jam kale, për flamurin ku qëci, jam ushtar në uqëtë,
do t'i sjell vendit i ri. Pres pas presire këto botra, jam i nëseve të Evropa, amanët në këto botra, jam i nëseve të Evropa, jo se shojnë jo, një plan toke, ty kisht bëmi, falna në loke, se këtu jam të babate, për Kosovë jam shpirtin të, se këtu jam të babate, për Kosovë jam shpirtin të. Shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjithë bashkëdhetarët kudo që janë, shqiptarët kudo që janë gëzuar festën e 28 nëntorit, gëzuar. Po më thonë drejtën, koncerti ishte shumë i mirë, kishte popullat shumë të madhe. I përshëndes kryetarën e shoqatës 12 qershori Rolandën, e cila na ka ftuar me marr pjesë, ku jam edhe unë pjesëtar i shoqatës 12 qershori. E përshëndes edhe diasporën dhe gjithë pjesëmarrësit dhe gjithë shqiptarët kudo që janë, ju uroj pavarësinë e Shqipërisë. Pas përfundimit të programit zyrtar, të dy ambasadorët u shprehën të kënaqur me që organizatorët kishin përgatitur për këtë ditë të madhe. Përshtypjet jashtëzakonshme. Ishte vërtet një mbrëmje e shkëlqyer, e organizuar më së miri, nga fëmijët e vegjël dhe nga programi artistik dhe nga konferencieri që e transmetoi aq bukur. Është e ligjshme, është një ditë e shënuar, është një përvjetor i shënuar. Kështu që është shumë i ligjshëm gëzimi i mbar shqiptarëve në këtë ditë të shënuar. Unë kisha kënaqësinë të veçantë të isha në këtë sallë të mbushur plot me shqiptarë nga të gjitha viset, atë që e quajmë Shqipëria etnike, dhe sot e pam që vërtet kishim Shqipërinë etnike. Unë i përgëzoj të gjithë ftuesit, organizatorët dhe gjithë pjesëmarrësit për këtë fest dhe këtë ceremoni kaq të bukur. Faleminderit. Një mesazh për bashkëdhetarët që 100 vjetorin të pritet edhe më të unifikuese solte që ishin këtu. Drejt asaj rrugës jemi. E thatë që rrugën e bashkimit e bëm, kufit i hoqëm, kështu që Bashkimi Evropian na pret të bashkuar dhe të gjithë së bashku. Me çfarë përshtypjesh ndaheni nga kjo kremt e 28 nëntorit ditës së pavarësisë së Shqipërisë? Jam i mrekulluar nga mënyra e organizimit të shoqatës 12 qershori dhe të shoqërisë artistike nga Veleshta. E pash performancën e artistëve, e pash vjershat e nxënësve të shkollës shqipe. Ishte një ambient shumë i këndshëm dhe së bashku me ambasadorin e Shqipërisë mendoj që kaluam një mbrëmje shumë të mirë, prandaj falenderoj gjithë organizatorët dhe gjithë pjesëmarrësit dhe juve që moderuat me mjaft sharm dhe mendoj që ishte një mbrëmje që pasqyron dëshirën, vullnetin dhe gatishmërinë e bashkëdhetarëve tanë për të festuar këtë ditë të shënuar për vendin tonë. Pas përfundimit të programit festiv, disa nga organizatorët dhe pjesëmarrësit e këtij programi vazhduan kremten e tyre në diskotekën Rinia, aty ku shoqëria kulturore 12 qershori bën përgatitjet dhe ushtrimet me anëtarët e vet, ndërsa Vinci, pronari i diskotekës, shtroi darkë për të ftuarit. Shikues të nderuar, kjo ishte tëra që ne keshim përgatitur për këtë emision. Shpresojmë që edhe në javën e ardhshme do të pasqyrojmë aktivitete nga kremtimet e shumta që organizohen në diasporë kushtuar festës së flamurit. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirupafshim.